Më 28 qershor 1914 në Sarajevo dëgjuan 5 të shtëna, duke nisur nga 28 korriku, e përgjatë 4 viteve që pasuan, i gjithë globi do të mbante frymën prej batareve të luftës së parë botërore. Vrasja e arkidukës Franz Ferdinand i dha fund epokës së perandorive europiane, duke hapur një kapitull të përgjakshëm që shkaktoi rreth 9 milion viktima. Edhe pse nuk u përfshi drejt për drejt në konflikt, në territorin e Shqipërisë u zhvilluan me 10 luftime. Lufta e parë botërore do të sillte edhe ndarjen e territoreve dhe rikrijimin e shtetkombeve të dala nga shpërbërjet e perandorive të mëdha. Me vendosjen e armpushimit më 11 nëntor 1918, Shqipëria nisi të lëbojë në arenën diplomatike për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e popullsisë së saj nga padrejtësitë e ndodhura në kuadër të konturimit të hapësirës europiane. Në mënyrë të konsiderueshme u aplikua shkëmbimi i popullsisë, të konsideruar masivisht si muslimane dhe jo shqiptare. Përjedhoi nisi një fushat dëbimi e kësaj pjese të popullatës që cilësohej turke.